Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Fierit Gazmend Bardhi ka denoncuar një skandal të rënd në qytetin e Fierit, ku sipas tij 24 familje janë përzënë padrejtësisht nga banesat e tyre nga bashkia, në pretekstin e një projekti për stadium lojrash me dorë, projekt që siç rezultoi më pas nuk ekzistonte fare. Në një postim publik në rrjetet sociale, Bardhi shpjegon se që në mars të vitit 2018, familjet janë njoftuar për shembjen e shtëpive të tyre në kuadër të projektit të stadiumit. Megjithse banorët kundërshtuan vendimin dhe procedurat e shpronësimit nuk ishin përfunduar, në qershor 2021 atyre ju dha ultimatumi për të liruar banesat brenda 5 ditësh. Deri në tetor 2023, 6 shtëpi u shembën, ndërsa të tjerat mbeten ende nën kërcënimin e prishjes. Sipas Bardhit, Agjencia e Zhvillimit të Territorit ka konfirmuar në dhjetor 2023 se nuk ekziston asnjë projekt i miratuar për stadiumin në fjalë. Kjo do të thotë se shembja dhe dëbimi banorëve janë bërë në mënyrë të palishme dhe abuzive, ndërsa zona po përgatitet për ndërtimin e pallateve në qendër të qytetit. Kjo është një aferë klasike e pushtetit lokal, ku prona publike dhe private përdoret për përfitime të një grushti njerëzish të lidhur me qeverinë. Disa nga këto familje sot jetojnë me qëra, të tjerat kanë braktisur Fierin, shkruan Bardhi duke kërkuar hetim të plot nga SPAK për rastin dhe ndëshkimin e personave përgjegjës.